Imagjino të paguash para, jo për të fituar diçka, por për të pastruar pleherat e dikujt tjetër. Një garazh I vjetër, I braktisur, I mbyllur me zinxhir të trash çeliku. Brenda, pluhur, mbeturina, sende pas një vlerë. Por mes gjithë atij plehu, një gjë që nuk kishte asnjë arsye të ishte aty. Dhe kur ai e zbuloi, ai e kuptoi menjëherë. Kjo nuk ishte thjesht fat, ishte zbulimi I jetës së tij. Çfarë mendoni se mund të fshihej në atë garazh? Shkruajini në komente dhe mos harroni të abonoheni që të mos humbisni historitë e radhës. Kur shoku I Brandonit, Jimmy, e bindi ta blinte përmbajtje në një garazh për vetëm $10, Brandon ishte I tërbuar. Në thelb, ai po paguante para vetëm për të pastruar pleherat e dikujt tjetër. Dhe për një kohë të gjatë, gjithçka tregonte se kjo ishte pikërisht ajo që do të ndodhte. Derisa Brandon gjeti diçka që nuk kishte asnjë lidhje me gjithë atë pleh. Ishte zbulimi I jetës së tij. Çfarë dreqin po bënte kjo gjë këtu? Ndërsa Jimmy po dërgonte ngarkesën e parë të mbeturinave drejt deponisë, Brandon po e mallkonte në heshtje emrin e tij. Çfarë humbje kohe ishte ky garazh? Ata kishin paguar për kënaqësinë e pastrimit të plehrave. Brandon lutej që të paktën të kishte një send të vetëm që ja vlente të gjendej aty brenda. Ju desh mjaft kohë duke kaluar mes mbeturinave të pavlera, por më në fund ai gjeti diçka. Diçka që kurrë nuk do ta kishte imagjinuar se mund të gjendej në atë vend. Ai dyshonte fort se askush tjetër nuk kishte dieni për ekzistencën e saj, dhe ishte I sigurt për një gjë. Nuk kishte ndërmend të njoftonte asnjë pronar apo shitës të mëparshëm. Kur Brandon e hapi atë që kishte gjetur, nofulla pothuajse I ra në tokë. Ai nuk mund ta kuptonte se si diçka e tillë kishte qëndruar e fshehur në një garazh të mbushur me plehra. Por çfarë gjeti Brandon në garazhin që kishte bler në ankan? Pse ishte fshehur aty? Dhe kush e kishte lënë? Para se të vazhdojmë, shtypni butonin like, abonohuni nëse nuk e keni bërë ende, dhe aktivizoni zilen e njoftimeve që të mos humbisni asnjë histori të re. Kur Brandon dhe shoku I tij Jimmy shkuan një ditë në një ankan garazhesh, ata nuk kishin as pak plan të blinin diçka. Thjesht donin të kalonin pak kohë ndërsa gratë e tyre ishin duke bërë pazar. Por pa pritur, doli në ankan një garazh I vjetër për të cilin askush nuk po bënte ofertë. Si shaka, Jimmy vendosi të ofronte vetëm $10, thjesht për të nisur ankanin. Por për habin e tij dhe të Brandonit, askush nuk ofroi më shumë, as edhe $1. Çekiçi I ankanit e ra, dhe ata u bën pronarët e pavullnetshëm të përmbajtjes së atij garazhi. Situata u bë edhe më e keqe, kur doli se Jimmy nuk kishte sjell fare para me vete. Brandon u detyrua të paguante $10, duke u bërë teknikisht pronari I garazhit, dhe kjo nënkuptonte përgjegjësi, sepse garazhi duhej zbrasur brenda pak ditësh. Kalimi I pronësisë ndodhi shumë shpejt, dhe shumë shpejt ata morën dokumentat e garazhit. Problemi ishte se asnjëri prej tyre nuk e dinte ku ndodhej ai garazh. Ata dinin vetëm se ishte diku në qytetin e tyre mesatar, por vendodhja e saktë ishte mister. A ishte afër apo larg shtëpive tyre? Këtë do ta zbulonin vetë. Pas pyetjeve dhe kërkimeve bazuar në përshkrimin e pronarit, më në fund arritën ta gjenin garazhin. Fatkeqësisht, ai ndodhej shumë më larg se sa kishin menduar fillimisht. Ishte në një zonë industriale në skaj të qytetit, një vend ku nuk shkonte rastësisht, dhe ku rrallë shihne njerëz. Brandon ndjeu një lloj zhgënjimi sapo e kuptoi distancën. Nuk ishte vetëm lodhja fizike që e shqetësonte, por ndjenja se kjo blerje për shaka po shndrohej në një barë serioze. Koha ishte kundër tyre. Afati për zbrasjen e garazhit po afrohej, dhe nëse nuk e pastronin brenda ditëve të caktuara, xhima do t'i ishte shumë më e madhe se $10 që kishin paguar. Problemi tjetër ishte transporti. As Brandoni dhe as Jimmy nuk kishin një makinë mjaftueshëm të madhe për të bartur gjithë përmbajtjen e garazhit. Pas pak diskutimesh e nervozizmi, Jimmy vendosi të merrte hua një furgon nga një I njohur. Brandon pranoi pa shumë dëshirë,
por ishte e vetmja zgjidhje logjike. Të nesërmen, në mëngjes takuan herët. Qielli ishte i zymt dhe ajri i rënd, sikur dita vet paralajmëronte se kjo nuk do të ishte një punë e lehtë. Jimmy i drejtonte furgonin, ndërsa Brandon kërkonte në telefon për deponin më të afërt ku mund të hidhnin mbeturinat. Shumë shpejt kuptuan se as kjo nuk ishte e favorshme. Deponia ishte larg, shumë larg. Çmimi qesharak i garazhit tashmë kishte kuptim. Gjithçka rreth atij ishte e papërshtatshme dhe e lodhshme. Kur mbërritën më në fund te garazhi, u përballën me një tjetër surprizë. Nuk kishte çelës. Në vend të saj, porta metalike ishte e mbyllur me zinxhir të trashë çeliku dhe një drym masiv, i cili dukej më i shtrenjtë se çdo gjë që ata prisnin të gjenin brenda. Për një moment Brandon hezitoi. Ju dukej absurde të priste një dry të tillë për një garazh që supozohej të ishte plot plehra. Por zinxhirët ishin shtrënguar aq fort sa që nuk kishte rrugë tjetër. Me shumë përpjekje dhe djers, ata arritën t'i këpusnin ato. Kur porta u ngrit, një re e dendur pluhuri shpërtheu drejt feqave të tyre. U kollitën, u tërhoqën disa hapa pas dhe pritën që ajri të pastrohej. Por sa po pan brendësin, entuziazmi u zhduke menjëherë. Garazhi ishte i mbushur me mbeturina, mobilje të prishura, kuti të vjetra, pajisje të ndryshkura dhe letra të zverdhosura nga koha. Asgjë që të tërhiqte vëmendjen, asgjë me vlerë. Brandon ndjeu zemrën t'i rihej, e pa shokun e tij Jimin me një vështrim që fliste më shumë se fjalët. Kjo ishte humbje kohe, humbje energjie, humbje durimi. Ata filluan punën, nxorën send pas sendi, duke mbushur furgonin për dërgesën e parë, drejt deponisë. Kur furgoni u mbush, Jimmy u nis rrugës ndërsa Brandon vendosi të qëndronte për të vazhduar pastrimin. Vetëm në garazh, mes pluhurit dhe heshtis, Brandon filloi të lëvizte gjërat më me kujdes. Nuk e dinte pse, por një ndjesi e çuditshme i thoshte që mos të dorëzohej ende. Dhe atëherë e vuri re. Në një tavolinë të vjetër druri, dyshmeja nuk dukej e sheshtë. Ishte një ngritje e lehtë, gati e padukshme. Brandon u gjonjui, pastroi pluhurin dhe zbuloi një dorezë metalike të fshehur. Zemra filloi t'i rihej më fort. Me pak forcë, ai e tërhoqi. Një kapak u hap me një zhurmë të lehtë, zbuluan një hapësirë të fshehur nën dysheme. Ishin dosje, letra të lidhura dhe objekte që nuk i mund t'i dallonte qartë në errësirë. Ishte pikërisht në atë moment që dëgjoi zhurmën e furgonit që po afrohej. Jimmy po kthehej. Pa menduar dy herë, Brandon e mbylli kapakun, e mbuloi sërish me pluhur dhe shtyu tavolinën në vend. Vendimi u mor brenda sekondash. Këtë sekret nuk do ta ndante me askënd. Brandon u soll sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Vazhduan punën, flisnin për sende pa rëndësi dhe bënin dërgesat e fundit. Më në fund, garazhi u zbraz plotësisht. Nuk kishte shumë gjëra për t'u shitur. Brandon premtoi se çdo gjë që do të arrinte të shiste, do ta ndante me Jimin. Por ajo që ndodhej nën dysheme, ajo mbeti vetëm e tija. Çfarë kishte aty brenda? Pse ishte fshehur kaq mirë? Dhe kush e kishte lënë mes atij plehri? Këto pyetje Brandoni mbajti për vete, sepse ndonjëherë zbulimet më të mëdha nuk janë ato që tregohen, por ato që mbahen sekret për gjithmonë. Nëse kjo histori ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, të abonohuni dhe të aktivizoni zilen e njoftimeve që të mos humbisni asnjë histori të re. Dhe mos harroni të shkruani në komente. Çfarë do të kishit bërë ju në vend të Brandonit? Sekret apo ndarje?